Përshëndetje shenja peshores, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizmë orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi vdekja, mbreti i shpatave, budallai, magjistari. Kjo javë nis me një nga kombinimet më të fuqishme për transformim personal. Vdekja nuk flet domosdoshmërisht për humbje fizike. Vdekja flet për fundin e një cikli të vjetër, diçka brenda jush po mbaron, një mënyrë të menduarit, një lidhje me të kaluarën, një frikë, një zakon emocional ose një identitet që ndoshta nuk ju përfaqëson më. Vdekja shpesh vjen kur shpirti është gati për rilindje. Mbreti i shpatave tregon se gjatë këtij transformimi ju po bëheni më racional ose racionale dhe më të kthjellët. Mund të mos jeni më të gatshëm të toleroni manipulime, mjegull emocionale apo njerëz që ju konsumojnë energjinë. Ka një energji të fortë vendosmërie tek ju këtë javë. Mendja juaj kërkon qartësi dhe kontroll. Më pas shfaqet budallai dhe këtu fillon një kapitull i ri. Budallai flet për hap të ri, liri, guxim dhe dalje nga kufit e vjetër. Merret një rrezik përsipër, hidhet një hap besimi. Ndoshta mund të ndjeni dëshirën për të ndryshuar drejtim, për të provuar diçka të re ose për të mos jetuar më sipas rregullave të frikës. Magjistari në fund është jashtëzakonisht i fuqishëm, sepse magjistari nënkupton se ju keni mjetet për të krijuar realitetin që dëshironi. Kjo javë duket se ju vendos përballë potencialit tuaj të vërtet. Mendimet, fjalët dhe vendimet tuaja kanë peshë të madhe tani. Narrativa personale duket sikur thot versioni i vjetër i vetes po largohet dhe tani është koha të rikrijoni një version të ri të vetes suaj. Kartat këshillojnë se transformimi mund të duket i frikshëm në fillim, por ndoshta është porta drejt hyrjes në atë që ju përfaqëson në të vërtetë. Kalojmë tek familja. Në familje kemi Asi i shpatave, 2 kupat, bota, hierofanti. Në familje shfaqet një energji shumë e bukur harmonie, qartësie dhe stabiliteti. Asi i shpatave tregon komunikim të sinqertë dhe të vërteta që sqarojnë situata. Mund të ketë një bisedë shumë të rëndësishme që afron njerëzit ose që heq paqartësitë mes jush dhe dikujt në familje që mund të jetë partner, partnere ose antar familje. 2 kupat është kartë bashkimi emocional, ka mbështetje, mirëkuptim dhe ndjenjë afërsie. Për disa prej jush kjo mund të tregoj pajtim ose forcim të një lidhjeje familjare. Bota është një kartë shumë e bukur për përmbushje dhe mbyllje pozitive të një cikli. Kjo tregon se ndoshta një situatë familjare mund të arrijë në fund stabilitet ose zgjidhje për diçka të caktuar. Ka ndjesi harmonie dhe kompletimi. Hierofanti përforcon energjinë e traditës, familjes dhe vlerave të qëndrueshme. Mund të ketë mbështetje nga figura më të pjekura ose energji që ju rikthen tek rrënjët dhe tek ajo që ka vërtet rëndësi. Kartat këshillojnë të mos kini frikë të flisni hapur. Familja këtë javë mund të bëhet burim force dhe stabiliteti për ju ose ju për familjen, por duhet të lejoni komunikimin dhe mirëkuptimin të degëzohet tek personat e duhur. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi gjykimi, 3 shkopinj, 7 shkopinj, drejtësia. Në dashuri, kartat flasin për vendime, reflektime, rikthime dhe nevojën për të vendosur kufi të drejtë. Gjykimi është një kartë zgjimi, shpesh sjell rikthim personash, rikthim emocionesh ose një moment ku zemra nuk mund të injorojë më të vërtetën. Mund të jeni duke reflektuar shumë për një lidhje ose për dikë që ka lënë gjurmë tek ju. Ka energji zgjimi në dashuri, sikur një situatë kërkon një shans të dytë ose një përgjigje përfundimtare.
Treshkopinjt tregon pritje dhe shikim drejt së ardhmes. Dikush këtu po mendon seriozisht për atë që mund të ndërtohet. Mund të ketë distancë fiziko-gjeografike ose distancë emocionale, por edhe një dëshirë për ta kapërcyer këtë lloj distance. Shtatshkopinjt tregon mbrojtje emocionale. Ju ose personi tjetër mund të jeni ende në pozicion mbrojtës, duke ruajtur zemrën nga lëndimet e së kaluarës ose nga sfidat aktuale. Ka krenari, por edhe frikë për t'u hapur plotësisht. Drejtësia në fund është shumë e rëndësishme, sepse kjo kartë kërkon balancë dhe ndershmëri. Duket se çdo marrëdhënie që nuk është e drejtë ose e balancuar do të vihet përballë së vërtetës. Por nëse ndjenjat janë të sinqerta, drejtësia sjell stabilitet dhe vendime serioze. Narrativa e dashurisë duket sikur ju jeni në një pikë ku nuk pranoni më gjysmë ndjenjash. Ka nevojë për qartësi, respekt dhe frymë reciproke. Mund të ketë një bisedë shumë të rëndësishme që vendos drejtimin e marrëdhënies. Për disa prej jush, ndoshta dikush mund të rikthehet, ose një lidhje mund të hyjë në fazë më serioze, ose ju mund të vendosni më në fund se çfarë dëshironi të ezaurohet realisht. Kartat këshillojnë të mos e ulni vlerën tuaj për të ruajtur një lidhje. Dashuria e vërtet nuk kërkon që ju të luftoni vazhdimisht për tu dëgjuar apo për tu respektuar. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 2 monedhat, 3 kupat, 8 kupat, 3 shpatat. Në planin profesional, 2 monedhat nënkupton përpjekje për të balancuar shumë gjëra njëkohësisht. Mund të ndiheni të ndarë mes 2 zgjedhjeve, 2 përgjegjësive ose 2 rrugëve profesionale. Ka lëvizje dhe përshtatje të vazhdueshme. 3 kupat tregon bashkëpunime, komunikim me kolegë ose energji sociale në ambientin e punës. Mund të ketë mbështetje nga njerëz përreth ose një atmosferë më e lehtë përkohësisht. Por 8 kupat tregon se emocionalisht diçka nuk ju përmbush më. Mund të jeni duke menduar të largoheni nga një situatë pune ose nga një projekt ose nga një ambient që ju ka lodhur shpirtërisht ose fizikisht. 3 shpatat në fund tregon zhgënjim, lodhje mendore ose ndjesinë se diçka nuk shkoi siç prisnit. Kjo mund të lidhet me zhgënjim profesional, mungesë vlerësimi ose një situatë që ju ka lënduar. Megjithatë, këto karta duken më shumë si proces ndërgjegjësimi sesa si dështim. Shpirti ndoshta po kupton se nuk mund të qëndrojë gjatë në vende që nuk e ushqejnë më. Kartat këshillojnë të mos merrni vendime të nxitura nga emocionet, por as mos e injoroni lodhjen tuaj. Nëse diçka ju zbraz energjinë vazhdimisht, ndoshta duhet të filloni të mendoni për alternativa që ju japin më shumë motivim. Kalojmë në prizëm orakull ku kemi vetbesimi. Vetbesimi ju kujton se fuqia juaj nuk vjen nga kontrolli mbi të tjerët, vjen nga besimi tek vetja. Kjo javë ju kërkon të mos dyshoni tek vetja, as tek inteligjenca dhe as tek aftësia juaj për të filluar nga e para. Paçim.